Hej, jena ardhë në episodin e dytë për kafe apo fika, ose fika apo kafe. Edhe qysh je ti e mine sot? Se s'kena folë që një javë, bare tash të këshyrim qysh je, qysh s'je, edhe penisim podcastin me qatë pytje. Në rregull. Unë e mirë njejtë, si kur gjithë, punë, shpe, gjim, qëto sanet të përditshme, kur gjë diçka tre, unë në Saudi kom qenë të kohën, ndërsa ti kem rri me vizitu Kosovën. Po, Edhe valla për që pak ditë, që ka një herë po që ditë na po thonë, wow, ku për merë gjithë kitë energjinë e miti, ka për gjenë kitë, gjithë kitë vullnet. O Për valla, multu, as vetë jam të ditë, ka njerë po thonë për shkak dashnis, po shkoj për 2-3 ditë, ka njerë me të vetën po thonë, edhe une, ka njerë po mendoj ku për gjej atë vullnet, ama po kom qef edhe ndryshimin e jetës, pak adin, me haru pak që edhe Suedia është boring, edhe ku po vinë Kosovë është pak ma gjallë, ku ma dhe ku po vija vetë në Suedi, po thonë, është që rutina, ka hina petë rutina, se aty s'po ka rutin kur qysh, ama jo, kon nice, unë kom shku për shkak se kena pas një këna gjegjë, edhe si nuse e re, më ka lyp vjera më kon aty, mundësit e kemi, kom shku, jam knaq, qyqyr që shkova, ama lodhje, 100% lodhje, për 2-3 ditë është ekstrem lodhje, ama s'kisha me bo, e që shtut, koha u kon fantazi, nëzet ekstrem, njerës full, ka njës shumë turism më kon në Kosovë, e më Prizren që shtu u kon, katastrofë shumë interesant, në Prizren më do këtë ka dhe turista që nuk janë shqiptarë, që vinë prej tjera shteteve, apo? Shumë ekstrem, Për shumë që nga në kon... Mitrovica ta nuk i shohëm, se gjithë kush largohet prej situatës që janë veri, dhe me thonë, as që i afrohen. Jo, tash unë, për që unë jam kon 3 ditë, fix 3 ditë e gjysa që shme thonë, ama Gjermant ke shumë, Francë, Zvicrant, shumë Arabt ka njës marë shumë Shumë turisme. interesant, sidomos prej shteteve musliman që ajo në përbot, pevrej që po ka shumë turista, kum pa për shembull turista prej Bangladeshit, ka turista prej Indis, prej Pakistanit, ki turista prej shteteve arabe që i përmene edhe ti, shumë interesant qysh pjo bjen men për shembull me ardhë me vizitu një vend vogël si kur Kosova, ose nashta jo do këtë diçka pak ma interesant të ujnë, wow, a pëdin një shtet musliman në Evropë. Po dhe. Ose po mendoj që ndoshta është ala shumë lirë për marrë me vizitua, din. Po. Ndoshta edhe qatë pjesë ka se Ka Kosova. llogari, po. Po, Kosova zakonisht ka shumë histori, ma mendja që edhe për tërheken historia. Nuk jam të ditë, ama që si herë o konë për më konë muji maji, u konë shumë njerëz. Ekstrem. Shumë interesant. Pra ti pas ke përjetu edhe Kanagjegjin, okej? Po, valla. Sikur nuse për herë të parë në Kosovë. Sikur nuse për herë të parë. E kom përjetu edhe këtë sen. E qysh të do keni met? Valla me të rajt me thonë që s'u kon mirë, ama edhe me të rajt me thonë që s'u kon keq, se është një ndryshim ekstreme madhe, se unë s'ju jam mësu kur qysh këtu adin Suedi, ti vetë edin të na nuk është jo regullat është shumë keq me thonë, po traditat s'janë njajt, do me thonë mentaliteti është ndryshme, nuk është zakonisht që veshësh, deshësh, adin kime pas shumë ari, kime pas adin modok. Qysh kena folë në epizodin e parë që dokja e dikujt është shumë e rëndësishme aty. Të na nuk është qashtut, ama unë edhe kom ra, tash s'kom kërkun me mshu, po me mshu është tek. Kom ra të një familje shumë mirë, edhe më kanë tregu qysh tek shka me vesh, ama qështut s'm ka ra kur me vesh demia, ose dolama, ose adin. Mu vesh, zakonisht vesh që mu vesh më do ke bukur si nuse, se edhe nona baba, do me thëmë vjerit e mi, nuk janë persona që me zorë më shtin mu vesh, në atë aspekt. Ama normal, për këna gjegjë po kanë qef me vesh nusen, qatë ditë kur ke këna gjegjë jam qunë saba, kom shku në frizer, më kanë lymë, më kanë gjy, më kanë bo super, e për qëtë rast jam lynë në EE Studio në Prizren, shout out se janë
shumë të mira, shumë qika të mira. Edhe mas anena ku marrë shpi edhe më ka vesh vjera tuti komplet. Vjera me kunatën, as s'po di shka ku më vesh, as s'po di qysh jam vesh. Veç më kanë vesh. Me rëndësi ti isha ke pas veshun, do me thonë, Po. ke qenë. Po, valla. Ama kur jo mdok më pak, adin kur jo kom këshyr vetë vetën, pas qyre më dok shumë interesante, thash, s'po di, adin më ndisi nuse është një san shumë qëtiqme, se s'po di, s'po muj me ta shpjegu, se edhe po ndina si nuse, ama s'po ndina. Ama prap jo, nuk më me të marrë menja që është ajo ti. Se kur ardha adin, kur kena hinë këna gjithë, diqysh po vjen, se edhe nëse së kon kena gjithë jam nuse e rej, krejt janë të di që jam nuse e rej, krejt diqysh, krejt po të këshyrin, s'po mush me bo gabim edhe po tutësh me bo gabim, plus e kanë vjera jam, mos me ranë mësysh, adin që do me thonë mos me ranë mësysh, adin, po, më ka shtim një huder, në falë shpreje, po në cicë, adin, mos me ranë mësysh njerëzve, e une se kom kuptu, sa ajo tha, se ata po folin, ta ana burit folin turqisht, e une e di turqishtën, ama nuk jam fix si shqipa, din. Disa fjallë se kuptoj, disa fjallë e kuptoj, e kjo më tregoj, tha, kom me qti dishka këtu në gjyks për shkak se mos me të ra njeri mësysh. Une thash, okej. E ajo e ka thonë kom me qti në hudër, ama une s'kom dit hudër shka do me thonë turqisht, e une kom me ndu që u rizo se na i sanë më ka shtin, adin. O, kur kom nis me valzu, adin era hudrës, veç kur më ka ardhë ma shumë e më thash, shka o moj kjo, adin se njëri po ndjerësitet, edhe gjyksin kur e ki pak ma të madhe, po ndjerësitet ma shumë, kur shkova në banjo për nëzari, për këshyrim palon, ku, nona jam, hudër. Thash, o, zoti ma sham ka shtin, po adin e kanë qatë sanin, unë e veç hapa, e palova palomen, e shtina apet në gjyks, edhe vazhdova valzin. Ama e pas këtë që sen. Po, qashtu. Qa me bo këthim ven. Po. Jo, ama më dok shumë interesant, më dok shumë sani bukur, se diqysh, adin për hatër edhe vjerit, një respekt për ajo për vjerit edhe kunatave, adin nusja par, edhe vetëm një nuse se djallë hasreti, do me thonë, për qatë këtë të vogël, pështoj respektin sa ma shumë, edhe më do shumë dëshira, normal. Po, normal. Po edhe kjo aspekt, nuk e dija keni edhe ju, po sidomos në Kosovë, do me thonë mendimi i familjes lunë rol shumë të madhë. Që tash na për shembull folëm për një veshje të thjeshtë, do me thonë ja ke bo qefin dikujna tjetër, ke vesh diçka që ti nashta nuk e preferon vetë, për me ja plotsu dëshirën dikujna tjetër. Po në Kosovë dyqysh e kam një përshtypje që jo veç për vesh, po edhe për vendime shumë atë mdhaja, që i bën individi për jetën e vetë, duhet gjithë me marë parasysh edhe çka mendon familja e tepërt. A ke vrejt edhe ti? Po, është, tash s'muj me thonë të ana vjerit mi, se normal ata po kanë qef nusja vetë më duke bukur. Do me thonë kur të veshna, une kisha mujt me shku veç mini, do me thonë, ata kanë shef shumë ari, për shembull me qitë lirat e senet, se adin kur e qitish lirat, doke shumë me bukur si nuse, adin aje ka, tezja ta ka pru atë lirën, doja ta ka pru këto, agja ta ka pru, kanë qef me të regu nusan e bukur. Qish thash që folëm për qëtë pjesë ma herët, edhe për ato është një sen edhe ma merë menda, jo veç tradicionale, ama historike, apo kupton? Se shkon shumë vit shumë ma vjetër, do me thonë vitet e 60-tës, 50-tës, atare kur janë mush me ari. Se unë e thash atare qëtë natë, adin qafave që shumë ka dhimë. Para me ndonë qëtë shumë sane që kom pas në qafë, që adin si mu ka koqit qafa. E për atë arsye diqysh më ka doke edhe, se vjera jam e tha kur jam martune, i thash asajna musë më pëlqen që si sane mu vesh, se si jam rrit me që si sane edhe po më doke shumë palidhje mu vesh. Ama mandej e kom pa që ju ka prish pak të tyra, ama njeri po hinë qefre, s'po të raj. Se kur e kom vesh, adin herën e par, kur të kom kontaktu, kur të kom qitë, më ka dok vetja shumë diqysh crazy, veç shka kom vesh. Po valla, kur e dok na vetën, tha shka është me kjo, s'po dok na iq, për vete, po dok, mu dok si katundare, mu dok se ku shka po mendoj vetën, ama që tash herën e dy që e pata vet, apet diqysh më ka hinë qef.
Po të ka pëlqy ma shumë. Më ka Po të pëlqy ka ma shumë. normalizu, të ka bo si norm, do këto ma, ku me dit? Tash, zdi tash ty s'ka ra hala, inshallah të bjen, ama mu do kogja interesant edhe ma merr mendje që nëse e ki një bised me vjerin të mirë, edhe me mundesh me ardhë në mes me pëlqimin e të dyve, atëre funksionon shumë mirë, se vjera jame, unë e kom thonë asana që shtash fillim, disa sane s'më pëlqen edhe me zorë s'po mi vesh. Veç me të raj. Jo, se më rëndësi është ti me një vetën rahat, që unë e përvesh fort nuk e kam probleme, ta thonë drejtën. Me një vetën mirë edhe me na i diçka bukur, okej jena. Ama problemi jem kryesor është sinxhirt. Se nuk e di pse e kam qitë kompleks, nuk e di a ke vrejta jo, po nuk e kam shprehimin gjitë sinxhir, as në qaf, as në dorë, as hiq kërkon tjetër. Se më do këtë sikur që është ka mecë diçka në për trup. Edhe nuk muj me një vetën rahat. Do me thonë, unë e që aty me siguri ko me pas problem kështu tepër, se nuk muj mi baj jo për diçka, po vetë sinqerisht më do këtë, sidomos kur të lëviz diçka në për lëkurë, më do këtë sikur që është kam ecë diçka në për trup, sikur me pas naj insekta, naj bubraca, naj ku të di. Po të kuptoj. E që ata në kam pak ma shumë ves. Po që okej, në regull për veshe, për sane, njeri veshët ja bën qefin mamit, babit, motrës, vjerës, burrit, ku ta djone. Ato janë shumë atë thjeshta, po dyqysh tani ka dhe tjera sane, për shembull, ku një person merr vendime shumë atë mdhaja për mja bo qefin dikujna tjetër. Thojnë që për shembull, okej, haj që po vendosi për më martu me qitë person, me qitë djalë ose qitë qik për mja bo qefin prindve, ose për mja bo qefin nanës, shpesh për shembull dhe kum një djemë të shqiptar që thojnë, sidomos në Suedi, nuk e dia ke vrejta jo, ama shumica e djemëve shqiptarë në Suedi janë shumë ma tradicionale dhe shumë ma konservativ me do aspekte se sa në Kosovë. Nuk i di atë ka ra me vrejt dallimin. Shumë për shembull mundohen mi majt këto traditat shumë atë vjetra që janë rrit me to në Suedi, ndërsa në Kosovë dyqysh kanë ecë shumë përpara me shumë sene. Po jo dhe veç vendime i partnerit ose partnerës, po me çka kime punu për shembull. I thot baba, qikës e djallit, jo ty t'ka hije kë profesion, ose ai profesion, ose pse po merresh ti me këtë punë, kjo nuk është që për shembull mundesh me kontribu me diçka. Shumë, dyqysh se cilin detaj a kime dal pri shtëpisë të prindve para se më martua ju, a kime dal jashtë qytetit për me studiu për shembull. Shumë që to vendime nuk është që për shembull ju lejohet fëmijëve shqiptar mi marrë vetë, ose nashta i marrin vetë, po në kanë edhe shumë për kraje. Jo, po të kuptoj. Sidomos në Suedi, sinqerisht, se me siguri ka dhe ndodhin këto sene edhe në Kosovë, ama me disa sene këtu në Suedi dy që shumë do kë njerëzit shumë ma zdy para historik me do farë mendime. Po di, ma shumë strikta, s'pedi po tutan se Suedi ma merr mendja liria është shumë e madhë, edhe po dojnë me majt adin atë striktën e Kosovës pak në menda në shpi, mos mu liru krejt adin me haru që ma merr mendja mu të është se di, po me ty jam në këtë aspekt që është pak janë ma të strikta për qëta aspektet që shë atë regove ti momentalisht, po nuk ti, musë më kara edhe qatë që adin të kom të regu edhe meret, musë më kara me najt shumë me shqiptarët në Suedi, edhe për atë arsye s'muj edhe mu shprej që janë shqiptarët Suedi, shqiptarët në Suedi, për shkak se nuk më kara veç me najt, se më ka ndok pak si, më falë shpreje, po si pak mendje madhe, apo kuptan? Këtë Suedes këtu në Suedi, që kishe, nuk ti, asë s'kom dalë në për festa me veç shqiptarë, se më ka ndok pak si, o po m'jen keq me thonë, po si po e fliqim pak prejardhjan, apo kuptan? Se unë e shoh shqiptarë shumë si njerëz të bukra dhe njerëz me respekt edhe e këtu pak se është liria shumë, pelazdrojnë shumë prejardhjan, edhe mandej kur po folish me dikon, po thojnë nëse jeti shqiptar, mandej krejt shqiptarët janë qashtut, apo kuptan? Qish për na kur po thojmë për shqiptarët në Kosovë për shembull, për mendojnë krejt shqiptarët e kanë qëtë mentalitet, veç e kena shtin qatë për shkak se jena të ditë qishtu.
Po, PBM, po. E tash këtu edhe në Suedi diqysh pse është liria qaq e madh, po vjen që janë bo shqiptar pak ma shumë e lazdruna, tash kur po folish edhe kur po rrin me shqiptar në Suedi, krejt me një thes edhe që aty pështin që krejt janë e lazdrun, njerës lazdrune, për që ato pak jam da prej atynve keq, por apet diqysh më ka konvinu në qatë aspekt. Po, Për që është tash edhe ky mentaliteti për shembull që në Kosovë kur flet me kosovarë edhe vren që çike jashtit, sidomos kur folim për çikat jashtit, se fort për djemt jashtit nuk flasin, ama për çikat jashtit shumë thonë që këto shumë lazdrume, këto janë qartë krejt këtu. Po valla. Po asaj generalizim nuk s'm pëlqen hiç, ti faktikisht tam Prishtinë qashtu me një thes. Ama jo, që sinqerisht me shumë dosene, se më ka ra pak ma shumë me shqiptar me najt. Jo kështu adin që këm pas shoqni ma gjana diçka, ama në vendin ku jam unë e ka ma shumë shqiptar. Edhe krijohet një falloj komuniteti i vogël, edhe tani mrena që di komunitetit ndodhin për shembull shumë thashë thame, folim për shembull për njëri tjetrin ose për njëna tjetrën ose krahasohen, ka shumë krahasime, e çajo pak dyqysh shumë duket pa lidhje. Nuk e di pse vjen me përkran njëri tjetrin në njëna tjetrën, dyqysh merren me dosane krejt pa lidhje. Në Kosovë nuk e di bashkë çysh është puna, po masi që në me edhe shumica janë shqiptar aty, nuk e di fort çysh a mirën. Po miren be me në Kosovë gjithmonë miren me njëri tjetrin. Adin jeta aty është me marrë me njëri tjetrin. Edhe çto e kon llogarit, adin tash kur po shkosh në këna gjegj, na njerëz çish kena na nuk e lodhim trunin çka ka vesh kjo, çka ka vesh ajo. Nuk e lodhim qatë veten me shtin stres, a kushia ka vesh qëtë fostanin 5 herë. Çka po t'intereson ty a ka vesh luljeta qëtë fostanin 5 herë ase ka vesh 5 herë. Na veç hajt, shkile shko, e ka vesh që... Adin, dhe me thonë, ata shqiptarë në Kosovë e kanë punën me folë për njerëz, që ajo e kanë rutinë me folë për njerëz. E jo ndoshta për aspekt keqe, ama folin. Jo, po, është... Po, presi kur komentatorët për shembull që komentojnë sportin, na komentojnë jetën. Edhe ma merr edhe mendja që adin për shkak se tash nuk e di qysh është tash, ama me herët shumë gra kanë najt në shtëpi për shembull, s'kan pas punë tjetër, e puna kon për me fol për tjerë, tash që adin kur s'kan dal me pa koqia ka ardhur brenda, çka ke boti sot, s'kan bo kur gjo, ki pa filan fistëk i ka shku atje, ka bo që shtut, u konë si një punim me pas punën, se s'kan ditë çka me bo, veç të najt në shtëpi. Tash u ka ndryshu pa koha edhe në Kosovë, ka shumë plot femra që punojnë, për shembull, si kafiqa, si në restoranta, si çdo kund, ma herët vajzat e Kosovës ku kam guxu me punu për shembull në restorant, s'kan guxu, sa atëre e kanë thonë që kjo qika është qështu, e kanë qitë fjallën, do me thonë, e kanë përmisu për shkak se su koni vajzë mirë se ka punu me service, për shembull. Po, ama sa i përket shërbimit, ajo gjithçysh duhet me shërby për shembull mrena familjes. Shumë punë interesant, nuk e di. Ama jo, po, për Kosovë jo, për shembull veç që nashta edhe merren me halk, që shtojnë po ti edhe për shembull nëse të vjen me najt me dikon Kosovë, ose nëse vica e ke taku një person në Kosovë, ose nëse të vjen dikush musafir, ose nëse takon dikon që për shembull ka na gjetë, se edhe mund ka rasti me taku për shembull familjar të mamit ose të babit në për si far festa që kur përpara si kom taku. Ky farë, sidomos të gratë, nuk e di a ke vrejt. Po diqysh një falloj korrishtje tepërt, që me njëherja fillojnë edhe t'i bojnë do pyetje tepër personale që në Suedi ato sane kur nuk ndodhi. Që diqysh t'i bojnë do pyetje edhe interesojnë do sane që as ti për veti si ke mendu. Pa ajo është edhe diqysh adin, se në Suedi nuk guxon me pyetja si sane, se kena pak qishtu si... personal space, lutna distancë. Unë e dim ka ra disa raste, adin kur kum dalë ose me shoqe ose me kunata, sa në vene, qështu kur me thonë,
lidhje personale për çish jena bashkë me burrin për shembull, ose a din. Qa po thu? E tash Bashkë unë, ashtu a? po, e tash unë, Po nej se mus mi kam bua të pyetje masë që s'kam burë. kada sala, vjen edhe që ata pyetje, po du me thonë ata shprehen çish po mendojnë, jo që po mendojnë që të bon keq, apo ma kupton pak çish po ta lidhi. Po, Dhe më thënë dikush mu koni trash, në Suedi nuk thuj, shumë e trash e shko do pësohu, se i prek. Jo. A në Kosovë ta thojnë, jo që po mendojnë që po të prek, nuk pe thojnë për me Për me të nënçmu, po. Jo, veç janë të e thonë që, a din qka, mos ha edhe një kek se boll kjo hangar, për shembull. Mjaft, Kuptoje që s'ja ka pa mjaft, po dhe. Po kry. Ama që ata, qatë sa nuk ndodhë Suedi, s'ko shansa mu. Veç njerëz mu kom pak si tralala trilili. Po nuk Ama është këtu- veç punat e fjallët, po sinqerisht nuk e dija ke vrejt edhe dyqysh të prekon, të kapin, të përqafin, Po. shumë dyqysh edhe për një person me që u rritë në Skandinavi, dyqysh bjen si shok. Po be, normal. E Edhe kena ata pas që një ditën bisedë. qakiti. Po, që ashtut. A e din, nuk e di, e mon men, pa e kena pas na edhe një komunikim para disa jave që Kosovarët e kanë, ose Shqiptarët e kanë shumë shprehin që o zamër, o loq, Po, a din, që çdo herë kur të fol me dikon, o zamra jam, o shpirti jam, e tash për shembull kur po ma thot burri jam, o zamër, mos po m'vjen se ti çdo kujt je të thon zamër. Apo do kupton? me thonë kjo nuk është kur gjë special, ti zemër asaj, loqka asaj, shpirt asaj, Kude? Tash unë spondina normal e hup, ndi është po, e hup vlerën, fjala, e e hup hup vlerën vlerën e tëj. fjalës se ju. Ama më merr mendja që në Kosovë janë edhe çaq njerëz të mirë, a din, kur të folin edhe me dashni. E për atë arsye zemër. E çka po di, s'pedi. Ka një herë më pëlqejnë, ama ka një herë Po s'mush varet edhe edhe me kush thonë ta thot, zemër çdo varet kujt. çish ta thot. Po dhe. Jo, po nuk mundesh gjithë kujna me thonë zemër normal. Hajde bre. O, po ta shërbeni go, na loçk, inshallah kërkon mirë. Po unë ti s'po më mua, po më thosh loçk. Çka kjo? Ja shiqare, po. Pse, çka... Jo, po edhe këtë fjalën logjik, diqysh tash edhe pe përdorin sikur... Bëzdia, si me thonë, sikur një falloj, si me ironi, si me sarkazm, si me... Po. E Ton kam këto disa. loshka, ton këto zemra, ton këto... Po bre. Oh, sot. Jo, qa pe di. Jo. Ndryshe është atje me fjalinë. Jo, po, me gjithë shka, do me thonë edhe në komunikim edhe kur të rrinë me dikon, jo në dhe këto fa regullat e pashkrume, ti për shembull kur të folë me dikon mat vjetër, që duesh dëshysh mi përcjell, nuk e di atë kara edhe ty, ose a kene edhe ju në Prizren, me siguri edhe ju a kene, ama kur të rrinë për shembull, që shtu me musafir të janë dikush në shtëpi ose shkon të dikush, që të folin për shembull, që të vesin, qyshja je mirë, ka 3-4-5 herë. Po. Edhe duhesh mu shumë kam, edhe duhesh mi përcjell këto farë procedurat, edhe duhesh. Është një rast që kom, se une, që kjo, që normal nona baba jam ka mësu kur të vinë misafira që duhesh me thonë që po thoshti qyshja je mirë, ama tash kur jam kon nuse për shkak edhe stresit, në kara një herë jam kon të kunata, ajo sa u pat martu, kena shku me bo për hajër, edhe tash nona sajna do me thonë, pishkon krejtve, halës, tezës, qishtajtin, qyshja i mirë, qysh është nana, baba, familja, u kry, qyshja i mirë, qysh është nana, krejtve, adin. Familjes njejt. Familjes njejt, Familja njejt, do me thonë. Ti përdin që është nana asana, që me pëtë. Ama respektin e atyme, që kanë ata atë respekt. E tash kurar keni gruja aty tha, qyshi, hala vetë s'ka as bura as fmi, edhe pa thonë, ti qyshi a i mirë, a u thot mirë. Burri, jo s'kom bur. E tash e s'di që ka me thonë, a fmit, a s'kom fmi. E tash kur unë najta aty, edhe merdhim kesh, edhe merdh gjuna se adin, problemi është, pse pe pyta një qysh është, ma mirë veç të qysh ja i mirë, familja, krejt, shko, shkele, që ka pihin fellit, vla. Po që edhe aty me titull. Po dhe? Familja, ku me di çfarë do lloj familje me pas në rregull që ato krejt përfshihen, ajo mirë. Mirë janë, okej. Ama ajo është, më duke se është një farë, e ka një farë respekti që aty që po di.
po m'vjen pak si, është respekt. Ma merr mendja është veç për respekt për me pyet çështja ime, a madje a pilun atyve veshje as pilun, a janë tueni as janë tueni, veç e kanë atë shprehjen me pyet njërin çështja e mirë. Apo Jo, po kupton? te do persona për shembull çaq shpesh folin kështu që kur të vesin as që i shqiptojnë krejt fjalët, nuk e thojnë krejt fjalin. A din si shpejt vesin ta as që i kupton ç'a. Të ka të thojnë veç a din, aha, po okay, po krejt mirë janë në rregull, faleminderit. Jo gjysheni çfarë. Katastrofë, edhe që ajo sana, po edhe në Kosovë është tash na s'jena mësu edhe qatë shumë me misafira, din su e di, pse i ki tash i ki rutinën e javës, për shembull të qohesh, shkojsh në punë, kthehesh prej punës, do me thonë njerëz nuk të lodhin midis javës, se i din që jetu punu. Po edhe në nuk kanë Kosovë kohë, nuk kanë kohë as për veti Nuk për kanë shembull. Po në Nuk kanë Kosovë kohë. nuk e di, nashta po mbaret prej se edhe në Kosovë është rutina. Po e kanë shprehiqe, për shembull në Kosovë ti shkon te dikush pa pas nevojë me thirrje me paralajmëru. Ti këtu te na kërkush nuk vjen pa thirrje me të veta, janë shpej ki punt. Po, Në telefon për shembull ty një shoqe me ta boni një telefonat, të shkruan një herë, të kallzon a je e lirë, a ka mundësi me të thirr. Lema Po. për shembull për me ardhe dhe me nejt. Po. Ama në Kosovë ndodhin këtu shumë a shpesh edhe duhesh gjithë me qenë diqysh e pregadit ose i pregadit me di që adin ka qarkullim, dikush mundet me të ardhe dhe s'ka lidhje ti çfarë planesh i ke pas, çfarë A idesh është i ke ajo bre pas. mirë e mine? A është mirë? Realitet jena të forë, a është mirë ajo sen? Qysh shkojnë punë Si në në Kosovë, Kosovë, ki që fjale. veç po, a kishe Po, mujt ti ashtu? po nëse e ki atë liri me atë personat në rregull, po edhe mbaret kusht vjen. Mbaret kusht vjen, se që për unë shembull nuk nëse me familje të ngushtë ose me rreth të ngushtë ose që unë për shembull kam atë liri me disa persona. E di ku muj me shku, pa i paralajmëru, edhe ata tjerë të dinin për shembull që e kanë mundësinë me ardhëna pa paralajmërim. Ama dyqysh non stop e di që janë do shtëpia, sidomos ku jetojnë edhe pleqt, për shembull, është njëna familje që rrin me pleqt të shtëpisë, që aty zakonisht krejt njerëz shkojnë edhe mbledhen. Po. Edhe ata me siguri s'kan qare pa mësu me gjitha qarkullim. Janë të mësum, na nuk jena të mësum, se na kena jetu veç me familje të ngushtë. Unë veç printe me kum pas në shtëpi edhe motrat edhe vllaun, do me thona Po. edhe shumicën e kohës edhe vetë kom jetu edhe në vetë. Po, Kështu që nuk është që është ai qarkullimi i njëjtë, nuk është që unë për shembull sikur e mine ngrihem musafir shkojnë ku ka ma shumë njerëz, ku janë Qashtu, normal. krye familjarët, që ato ndodhin. Ama në Kosovë më duket janë ma të mësum, është shumë ma normale, ama qete na për shembull, unë nuk është që nuk kam qef, po kam qef bile me pas diçka në shtëpi ose me qene para pregadit ose dyqysh më vjen keq, dikush më ardhe dhe unë mos me ka në shtëpi. Po. Ose dikush më ardhe dhe unë me ka në rrugës të dal. Dyqysh më duket shumë nuk i ngushtona. Jo, po une po mendoj edhe adin, tash që më ka ra mu konë si nuse, për shembull, adin gjithmonë, jo që është si një stres, po gjithmonë duhet e shtëpia më konë e pastër, jo që s'është i pastër, ama adin ka më konë ekstra pastër se po vjen mysafir, për shembull, ka më konë gjithmonë e pastër, duhesh gjithmonë me pas një lloj torte, lloj baklav shtëpi, duhesh gjithmonë me pas lang shtëpi, duhesh me ditë që po vjen mysafir, për shembull, ati tash okej, kur t'je nuse, se ki marrë nuse, e kini arsye pse kanë me ardhë misafirët, ama çdo ditë me pas ti një torte në shtëpi, o çdo ditë me pas ti lang shtëpi, ti s'po mundesh atë me marrë frymarrje. Apo kupton? Ti s'po mundesh, se unë e kam vjera jame Jo, po kufizon të kreqat familje, kufizon. Po, që ato po ju do me thonë faktikisht që tani duni me nejt në shtëpi dhe s'keni mundësi as me dal as me bo plana për veti se duhet gjithmonë me qenë gati që dikush mundet me të ardhë me trukit mirë. Se mu më ka ra një herë, tu hangër mëngjes, ardhe një misafir dishte me pi kafe, tash unë e pëhaj mëngjesin, ama s'po muj me kry mëngjesin për shkak se po t'vjen misafiri, e tash marrë është une me hangër për shembull aty, se duna mu najt afër, me pas afrimitet me misafirin, me qit qajin, me qit kafen, me fol, me bo bisedan, e që ato po do me thonë, su e di, që taj ti, pa një lajmërim që jetu ardh, nuk t'vin, edhe atare e din edhe vetë që, okej, kam ardh Eminia në 12,
para 12-ve unë me ndrejt qëto, s'kom stres kur të vjen e minja, mandej ndoshta e Po minja përgatitesh mundesh me najt ma Po. shlirë, Po. e din për shembull kush të vjen, pse po të vjen, krejt ato përgatitje ti bën. Po, Edhe vetë mundesh me shiju ma shumë ma mërmendja. po. Tash, shka për ti zdi, unë ka njëherë më pëlqen që po vinë, tash kur jam kon Kosovë, tash edhe s'kom najt shumë, kur po rrit 2 deri 4 deri 1 javë, atëre po mjen edhe nice që po vinë njerëz, se po ki qef fak halla kam adin, po ki qef që po hin njerëz, po dalin njerëz, ama kur po rri për shembull 2-3 javë nëse naj, atëre po mjen pak si adin, s'po ki se ti ki ardhë edhe me relaksu veten, ki ardhë vacation. Tash Po ti që s'ki është ardhë me pushimi najt yt, me, po. ti s'ki ardhë me najt me njerëz. Apo kupton? Po se ai Me njerëz faktikisht për ty nuk është pushim, se edhe pritet tani priteje. Jo që po thuti jo naj çaj, jo naj kafe, jo naj ëmbëlsirë, jo Po. mi abo shefin, jo me qenë për shembull ti nuk mundesh tash me najt në trenerka ose ku ta diun në tesha ma të thjeshta, duhesh më dokt ku ta diun qysh. Po. Nuk Po, është për shembull ti veç me prit dikon edhe veç me najt me dikon, po është lista kogja gjatë. Po. E që ajo po të ngushto, si njeri po ngushtohet, pak atin spekijat, atëherë s'po bëhet pushim. Nuk, apet po bëhet diqysh një strukturë të punës. Apo kupton si një rutinë që Po një tjetër rutinë, po si kur me qenë Po. tim punë non-stop, nuk është Po. je ka shijan, ose që me të vërtet je ka rrin me dikon që po ki qef, po Ja. tash ma shumë ko për shembull të merë, ose ma shumë energji, ty të shkon të i menu qëtu sene, a jom ka bëj diçka gabim, a mos nuk e kom respektu dikon qysh duhet, a mos nuk e kom përgadit se edhe qysh duhet, a edhe ato janë qysh është një falloj ngarkese. Po. Jo Po. nashta që dikush ty të bën presion, po veti menon. Po që është të fix. Zdi, që po di. Po nuk e di, këtu sene ma mërmenja që edhe në Suedi bohën bre, të shqiptartë, edhe në Suedi bohën. Që vinë veç misafirë që ashtu të po thusha? Po, normal. Ka për shembull edhe këtu vajza që jetojnë me vjerri. A, po, ka. Edhe tani non-stop edhe aty ki. Do me thonë rutina njëjtë, bile këtu edhe ma shumë dyqysh i majnë do sene se sa në Kosovë. Po. Unë e kom një kushiri që banon me vjeri. Ama asajna pi pëlqen shumë. Ekstrem. Po thot adin kur po vinë shpi, e di që fmit vjeria ma këshirë fmit, unë e kry punë të mija. Po ajo ma merr mendja që është edhe, për shembull që je rrit, apo kupton? Se në shtëpi të unë, nas jena rrit, nona babaja me kanë në Suedi, kanë jetu vet, na fmit kena shku në shkollë, kena dalë prej shtëpisë shumë herët, mus mu ka dok ajo interes, unë s'kisha mujt kur me, tash s'po thom kur se më ka ra tash me, ma herët, para se mu martu, kom thonë, kur s'kisha mujt me najt me vjeri, për shkak se më kish arë presion, edhe kur e kom taku unë e burin për shembull, unë e kom thonë burit tam shumë herët, nëse më kish ra me u shpengull në Kosovë, për shkak se buri jam s'kish mujt me arë në Suedi, i kom thonë atina, s'kisha mujt kur me banu me printe tu. Jo për shkak se s'janë të mirë, se ekstrem janë të mirë, po për shkak se unë s'jam mësu me atë mentalitet mu qunë saba, me dalë unë prej dhomës teme, të vesh në gatën rregullume, se mendën me pas unë, nëse s'dali unë me të vesh në mund me pa nona baba atina që jam ose. Adin spekile, kur je të u banu me disa njerëz tjera, atare se ki as lirin. Për shembull tash kur po banojsh vet, pe gjujsh për shembull çarrapat atje ose pe gjun jakën mas pune. E që ato s'kishe mujt me bo nëse banon me vjerë. Po mvaret edhe që jetoni ma mërmendja, se këtu edhe mvaret shumë pri personave me cilët jeton. Nëse jam për shembull si tipa që me të vërtet i këqyrin të sene, atëherë po, me siguri shumë azore ki, nëse për shembull aty e caktojnë kohën, ja, nëse ora e qutit mëngjes, qysh po delti prej dhome, po veç edhe qaj mendim qysh po delti prej dhomës, me një hapësirë ku nuk është plotësisht e jotja, nuk e di, nuk është që jam kundër për shembull bashkallakut që thojnë në Kana Mitrovicës me jetu ashtu, ama krejt mvaret edhe prej personave që janë qatë shtëpi.
nëse ti me të vërtetë një vetën sikur pjesë e familje, sikur me jetu ti me prindët tu. Se ti kur ti jetë prindët tu, nuk është që i menon ti çto sana. Jo që tash ne duhet me dal pri dhomës dyqysh me qenë, që nuk është që del bash gjithçysh, normal që deshësh kur del. Ajo normal është. Po prap me pas te atë lirin, edhe me mujt me thonë që kjo është shtëpia jam rrevllon, në shtëpitam këtu jam. Atëherë je okej. Po nëse nuk e ki të ndjesin që nuk jenë shtëpitane, që kjo është shtëpia dikujna tjetër, atëherë ke problem. Kështu që krejt që atë ma mërmenja që është shumë e rëndësi. Ti për shembull me një vjetin të lirë me thonë okej që kjo astak nuk po m'pëlqen për brinën tjetër pendroj. Shumë shembull i vogël, ose me mujti me majt rutinën tane personale që i ki, pa i pengu tjertë. O bezdit, ndoshta pse jam nuse e re, unë e kom, vjerit e kom shumë të mirë, nuk muj me s'ka as një fjallë të keqen nga tynve, ama adin, normal që nuk ndihesh 100% shpitet si ti, apo ma kupton, se s'jetë nana baba, nuk është njajt, apet unë e kom vjerit mirë, më këshyrin si sytë e balit, nuk s'ka adin, qaq shumë të mirë, qaq të mirë janë që adin, nëse kom vesh për shembull, najcen me njëherë ma lanë, ma shtin vend, adin e kanë, po edhe që ajo mundet me, po edhe që ajo ti mundet me të shkaktu presion, për shembull, nëse shet që dikush, sidomos dikush ma i më shumë që është ka të rënd të gati ti për shumë. Edhe ajo është dyqysh, më thonë, po ka dole bre, nuk më kiti mu obligim, më najti mu gati, kështu, hecone i loj teshat, kur ka mundësi, dyqysh, tani ngushtohesh edhe ma shumë. Shumë. Ata kur mundohen për mirë, tani te prohet, tani te ngushtohesh, tani duhet me gjetë një falloj rutinë që me të vërtet funksionon për të tonë, për mos mi menuti këtu sene, kur jenë shpise, ti faktikisht në shpitane je. Po që ajo më duke së është edhe jene rata, nëse adin, edhe shqiptarët, për shembull, kur të hajsh të na është, kur të bëhet sofra gati, kur ki me hangër buk, gjathon, mere edhe qëto, adin, e nas, edhe kur po thosh jo, apet, edhe qëto, adin, s'po kam bol, ama ajo është veç mirësjelljen e atynve me tregu që na adin merë edhe qëto se për ty e... Po vetë na kena që këtë puna me shqiptarët, edhe mos e firë me shku dikon të lusin në hama shumë, derisa mos mundesh. Edhe nëse se hanë, ma di më thonë, as po të pëlqena, o vlla, unë as e kom, nuk e kom kërku, po s'po shkon më buka, faleminderit, për shdo sa që s'ka vend, full. Merë që, as po të pëlqena, ma di qysh adin me zore, shtin goj veç me hajt, po, më duke se është veç mirësjellje atyme që respektin ndaj që kjo është si mysafir, për shembull, s'po di. Nuk e di, ma mërmenja që merë kodi derisa të gjej njeri një rutinë ashtu për bashkëjetesë, sidomos me gjeneratat ndryshme mrena një shtëpie, dhe shumë rëndësi është tani edhe me pas hapësirë, do me thonë mos me najt te për ngusht, se asa jo nuk o zgjedhje, ti për me jetu ashtu duesh edhe me pas hapësirën, duesh me pas shtëpinë ose banisen kogja të madhe për me pas se cili person bile një pjesë ma personale në atë vend. E jo adin me jetu si njani mi tjetrin, hajtë se qështu gjithqysh, nuk e di. Nuk e di, po ka dhe shumë raste në Suedi që jetojnë kështu. Edhe ka shumë raste që për shembull janë shumë happy, adin funksionan, shkan, se edhe që ka aspekt më pëlqen të shqiptarë, sidomos kur është na i prind ma në moshë që ma nuk mundet më kujdes për vete, ose nëse kam jetë krejt vetë, ti atë person nuk e len vetën. Jo. Ti nuk e lojna vetën. Këtu për shembull është shumë normale që i çojnë dëm të pleqve, ose që nuk e di, vitet e fundit jetës i kalojnë për shembull njerëzit në vetëmi. E çaj është shumë keq. Po, të madh. Shumë keq. Po çajo është apo do të thonë, më duket se adin nuk mund, për që ato gjithmonë, jo gjithmonë, po djali ose qika e madh, gjithmonë rrinë me prind, edhe kush të martohet aty, mandej qatë gjenerat tjetër rrinë me prind e atynve, edhe mandej s'po dek ajo rutina, po kupton? Po, me rëndësi mos me met vetë, po. Qarkullu. Po.
Jo se ti nëse don me jetu vet për shembull, hajqe me thon prindë mi po dojnë me jetu vet, hala munen me najt njëri tjetrit gati, okay, në rregull, ja plotësojna dëshirat pa kurfar problemi, ama kur vjen koha kur ka nevojë për ndihmë, atëherë normal që po asnjë person nuk krejt vet me jetu nuk është e mirë për Unë s'kisha mujt, jo. Unë e kom thonë edhe burit tam, po, unë me pas tana ta mundësit që e kom si sot, me pas edhe mas 20 vjetëve, 100% ja kisha marrë printe ilkerit këtu, më kish banu bashkë me mua. Si nona baba jeme, nëse bën nona baba jeme të vjetra, unë kur s'kisha mujt me shtin shtëpi printve, shtëpi pleqve. S'kisha mujt kur, se s'jam rrit, se kom pa qatë, nuk e kom pa që të na shkon që ashtu, do me thonë kush është ma e madhe, ose kush që ka atë respektin të prindve, ajo e këshyrë. Po kush i ka mundësit, edhe puna vjen të kush i ka mundësit, se edhe të na për shembull kapen shumë për ose djalit hastret, ose djalit matë voglit, për shembull, që i bin hise prind. Po këto edhe duhet me shiqu realitetin që është, kush i ka mundësit për shembull ma të mira. Ku e nin pleqt vetën ma rahat për shembull, nashta kishin preferu me najtë naj qik, ose të djali ma i madh, ose të diku, ku ta dione, nashta kanë qef me qarkullu, me ndru ven, se cilë mi abo venin, aty, ose nashta insistojnë për shembull me najtë që aty ku janë, atëherë dikush tjetër nashta duhet me marrë vendimin që okej, këta hiç nuk po dojnë me lanë për shembull shtëpinë ose banesën, a ka mundësi na për shembull për një kohë të shkurt mu çvendosë dhe me shku me najt me ta, se nuk i di. Ti ja kishe mujt për shembull me burin e të ardhshme, me thot buri, jo, unë s'muj pa printe mi, a kishe banu tja, pra, a kishe shku të buri me jetu me familjen e tina. Nëse për shembull tash buri jot ka edhe 2 motra edhe 2 vllazni, për shembull, do me thonë, 10 veta me banu me një shtëpi, a kishe mujt? Realitet, a kishe mujt? Po atëherë prind nuk jam vetën. Por nëse buri thot, po nëse buri thot, unë smuj, duhet me najt me prindë mi, smuj, gjaki, smuj, duhet me najt. A kishe shku? A të kish funksionu jeta jote me atë rutinën që ka 10 familjar me nda një shtëpi? A kishe mujt? Po i varet tash a kisha pas hapësirën e me najt aty. Po da. A ka hapësirë, qysh janë mundësit, qysh janë krejt më varet. Jo, se që për shembull marrët puna dhe me thonë nuk du Milanun e printe mi vet, ajo më duket plotësisht normale, se asune nuk kisha pas shef Milan printe mi vet. Ajo dyqysh nuk më duket as sikur diçka që duhet më diskutu. Atëherë ti veç duhesh më nale dhe me mendu dhe me thonë okay, qysh e zgjedhëm na këtë situatë mas miri, qysh e nina ta vetën rahat, qysh e nina na vetën rahat, ku i kena mundësi për shembull ma të mira. Për mu tash nashta kisha mendu okay, a është puna për shembull ata me ardhë në Suedi me najt, nëse i ka prind për shembull në Kosovë, qysh kishë mujt me zgjedh, duhet me bo hapësirën, gjithçysh, ose nëse nuk jam mermenja aty në veç, për shembull marrë në Suedi, dojnë me kalu vitet e fundit që i kanë Kosovë, ose nuk dojnë hish, ku ta dione, nëse vjen puna, atëherë duhet edhe me mendu, okay, a kena na mundësi për shembull me shku me najt në Kosovë, disa vite për mos Milan vet. Këto sa më duken shumë normale me diskutu, me pas këto biseda, se nuk i di, jam shumë kundër kësaj me najt një person vitet e fundit që i ka jetës vet. Nuk më duket njerëzore. Tash normal që mi pas dikush kushtet edhe me thonë hajde që okay, po jetojna në Kosovë, që çdo purrina, atëherë normal që duhet edhe me diskutu kushtet, okay, qysh kena me najt na. Çfarë jetë kedi qef ju me kriju këto, çka pritni ju prej meja, çka më jon me prit për juve, a moj sinqerisht unë me një vetën në shpe këto, që kish qenë një temë shumë e rëndësishme për mu. Se shumica për shembull thonë, kena me dash sikur çikën tonë, din si farsana, çfarë temash, çfarë tripash ti thonë. Ama dyqysh nuk e besoj, nuk muj me besu që
dikush mundet me dash fëmijën e dikujt tjetër më shumë se fëmijën e vet. Ajo është shumë normale. Unë Ajo është shumë normale. Shumë është normale. Ama dyqysh me pas një falloj mirë kuptimi bile. Po. Unë edhe me siguria fillon edhe don, ajo ti kur të mësosh me një person ama ajo ose printe burrit mi kur nuk ishin mujt me zavensu qikën ose qikat e veta me mu, ose unë kur nuk isha mujt printe mi me zavensu me printe dikujt tjetër, ajo normale është. Shumë normal, po. Më pas një falloj mirë kuptimi. Nuk e di, edhe zor është me fol për diçka që nuk e ke provu. Kjo dyqysh për më duket sikur që jam ka adin foli për tema që dy lidhje si kam çka. Po. Çka janë, se nashtë jo unë po thom, unë më harë. Sot që shtu foli nashta nesër, mas nesër krejt diçka tjetër, thom po ma mërmenja që krejt më varet pri familjes, krejt më varet pri personave. 100%. Se unë po thom, unë tash nuk unë provoj e kam momentalisht, se po shkoja nëna po vi, ama së më kara me najt shumë. Nuk më kara me najt 5 javë për shembull, më kara me najt maksimum 2 javë. Ama që shetë thonë ti, nëse bjerë me një familje që është shumë normal edhe respektueshëm, ama që edhe ta din ku finin tond, edhe qysh je si person, edhe ta respekton qysh po mendon ti ose qysh po ndihesh ti, atëherë mundesh me jetu me atë, nëse ki your space. Obviously, mundesh me najt me atë. Për mu, unë kisha mujt me najt me printe burit tam, momentalisht. Ama para se me taku burin tam, kom thonë kur s'kom pas mujt me najt me printe atina, ama printe atina e kanë qelë dyrt në atë mënyrë që ma kanë kuptu pak mentalitet, jo ndoshta se kanë kuptu mentalitetin 100%, ama kanë kuptu e kanë akseptu që jam ndryshe, në atë aspekt që nuk jam e atyshit, e kom pak mentalitetin e suedist, edhe atëre po ma japin edhe atë hapësiren s'po më ndalojnë, se ka edhe disa prind që je vonu se ki mu kon shpi pik, nuk dalish nga dera, ka marrë misafir, kur t'hin misafir të dera, ki mu qunë kom, ki me qysht folër ma harat, e që ato s'ma ka ndalu po që për shemull që ato raste, kur dëgjën ti për qasi raste, ty që ato sene tani qëtin me thonë jo, kur për shemull nuk ma kish marrë menjane me shku me jetu aty, sepse unë me shku me jetu me një ven, ku unë faktikisht veç jom ka shfrydzona. Po. Unë veç po shfrydzona për mirë mbajtjen e të saj shtëpis, për me prit mysafir, për më dukt bukur, ajo është tani as nuk të vlerëson si njeri qaj person. Edhe veç atë sanën e kum pa. Dallimi, po. Edhe vrehen pra shiqare, se ka të si persona për shembull që i trajtojnë gratë djemve të vetë në qasi mënyre. Thjesht si kur ti e robi shtëpis, ti tash kryte poshtë edhe, po ajo nuk është njerëzore. Që ata po thonë, ti mundesh me bashkjetu me persona që shuhin si kur njeri. Filloja që atë. Ti e person, ti e njeri. Unë jam tut, se jena të folë qelt, unë jam tut, kur kom pas me u taku, se mus më kara, unë mus më ka shku mendja që kom me taku dikon në Kosovë. Unë kom mendu që kom me taku dikon Suedi, edhe ajo i shkon ma letë për mu, për shkak mentalitetit edhe ndryshimet, çdo sand. Ama, kur e kom taku burin Kosovë, frika ja ma e madhe, u kon që i shka të regove ti që nusja ka mu kon nuse. Aso bashkë që të thonë ti që e ka punën, nusja është puna. Tash mos me bëha. Po që e krejt ekzistenca jote, që është personaliteti jote, ti tash duhesh. Une gjithmonë qatë sanin e kom pa, une s'kom pa kur një rast që nusja është lirë. Dhe me thonë, mu ka rrit frika ose tutja ma shumë se çdo herë kur kom shku të dikush tjetër ose të një familjar tjetër, që ashtu u kon raste, që nusja u kon nuse, bash, qite kafen, qite ato, ujen e ka për shembull për para, nuse bjema ujen. Do me thonë, ti ujen e ki për para, a nusja ka me ta dhonë ty ujen për shkak se është nuse. Çfarë respekti? Po e trajton si kur shërptore thjesht. Po, çfarë respekti është ajo? Pa kur fare integriteti, po. Ajo, okej që është nuse, po ti s'ki respekt për njerin. Hajt njeri është, edhe ajo është njeri. Ti s'po ki respekt për njerin,
Plus, ajo njerin që e ki pru t'i shpi ka pas prind që e ka rrit 20, 25, 30 vjet, ti tash me ja shkatru 30 vjetin e një prind tjetër, edhe mos me respektu ti qatë personin për shkak se është nusja jota, këta të merë. Po ti dush me marr parasysh për shembull që çajo çik, çajo vajzë, çajo gru, faktikisht sidomos familja burrit, nëse merr dikush një cifar lloj vendimi për me bashkëtu me vjerri, ti duhesh me marr parasysh që çajo vajzë, domethënë, është ka e lënë familjen e vet, është ka bën një sakrificë shumë të madhe, diçka që burri saj a din as që i hin kryaj për shembull me bolla si sakrifica, sa ajo mësu që ai s'ka nevojë kur gjë me sakrifiku jetën e vet, se atina krejt has dërvin, do me thonë edhe nus janë shpeshkën, ama vajzat dyqysh gjithi pregaditin që jo ti kime lanë shpi, ti kime shku ndër të huj, ti gjithë kime qenë e huja, ti e huja të baba, ti e huja të burri, ti gjithë më një huja, kur mos është lirë, kur mos është lirë, e që është mentaliteti mrapsh, që ato sene nuk më pëlqenë. Që ata po thëmë krejt mbaret me kanë ki punë. Po. Mbaret me kanë ki punë. Nëse ki punë me njerës që janë normal, në atë kuptimin normal, njerëzor, atëhere po, se jeta vetë nuk shkon. Para me do çfarë pasurie kishim pas veç fëmijët tu për shembull, pas gjyshin edhe gjyshin shpe. Jo për diçka që i këshyren ose najsen, po veç i ka plot gjenerata. Ka ma shumë persona rreth tyre që mundin me dash, që mundin me lujt me ta, që mundin me najt me ta. A din është sa një mirë. Ama nëse bjen ti me një familje që janë hala me këtë mentalitetin që jo tash ti e robi shpis, ti duhesh mi përcjell që të pika tash për që duhesh më banu se hajrit, a ku ta dione që i përdorin këto farë këtë farë, këto fjallët ajo atëhera ajo nuk është në rregull. Se ti nuk e di. Në qasi situata, jo, kur nuk e kisha pa vetën, as nuk e kisha qit vetën në qasi situata, faktikisht. Dhe të thonë drejtën. Adin, Suedes ku kanë, të na, adin, sa një mirë në Kosovë, ose në Shqiptari, është që e kena shumë vlerën e naltë kur është martesa, për shembull, se mu martu është një sa një bukur. Do me shonë jetu kime bashkjetu me personin e duhur, inshallah, qatë në aspekt, në Suedi më falë, është ma shumë me ki gjithë personin për shumë, jo krejt, ama ka njerëz që kur nuk martohen, bojnë fëmijë, ndahen, bojnë fëmijë me dikon tjetër, do më thonë martesa nuk është një san e fortë. Nuk është prioritet. Nuk është prioritet. Në Kosovë është ma shumë që shtut, nëse martohesh, do më thonë martesa është martes, nuk lun hajgara me martes, do me thonë nëse ki hin me u martu me një njeri, jetu e dasht atë njerin edhe i she atë njerin edhe 100 vjet. Nuk i hin ti me tru që ki mund nda, për shembull, nëse nuk bëhet najsen që duhet njeri mund... Kogja e madhe që nuk mundesh ma me najt, për shembull, me qatë person, po. Po, e që ajo mu mdokat shumë sa një bukur, se unë e vlerë edhe unë e printe mi, dhe me thonë printe mi janë konë martune që 40 vjetë kusur tash bashk, çdo lidhje ka pëllamje, diskutime, ditët të vështira, nuk janë të bukura, ama diqysh adin, janë të e përmesua dhe janë të e bo të bukura pet sa pet, do me thonë s'janë të mujtë me njoni tjetën, a suedezi është ma shumë qështu, okej, kanë pas një diskutim, e kanë kryqa diskutime, mas një jave apet po bëhe diskutimi, s'po mujma, edhe po ndahan. Adin. Po më kanë hupin djenjat, mos kam flutra në bark. Po. Qa ti kime pas flutra në bark mas 100 vjetëve, Allah hila? Jo, s'kam flutra në bark ma, ose jo, paramendo, se pe vrej që edhe koha është ka shkan, e kom dëgju në për shembull një qift suedez në Suedi, në restoran, kur kom qenë dikon jashtë, kanë qenë jashtë me 2 fëmijët e tyre dhe porosit që në ushqim diçka. Edhe tash burri me gruan, 2 ngrindje kështu ashiqare me zona këgjat nalë, që ta edhe najnishëm, tash të shty, jo cili kom ja pagu thmive ushqimin këtë herë. A ti pri kontos tane, unë pri kontos tem. Unë ja kom pagu herën e fundit, jo unë ja kom ble jaknën herën e fundit, po në qizme ti pa ta ble. Oh my god. Edhe unë 2 i kom ble qizme.
Edhe herën e fundit kur kena dalë për fika me fëmi, unë e kom pagu. Do me thonë, këtë muj unë e kom kontribu ma shumë të fëmija se sa ti, kështu që ti duhesh me ja pagu ushqimin pri pareve tua. Edhe risham në shë thosha eja, oke familja, qa jon këta, qa jon ka thojna, dhe që shqa që më ka do këta absurde, së më kujtot ko gjeri kom qenë zje, kom pas 15-16 vjetë, thosha që jon ka thojnë more këta njerës. Qa po ngrindet na s'kanë ekonomit për bashkëta? Që kjo është sani kur je rrit në Suedi, ama e ki historin ose jo historin, po kulturën e Kosovës, se e ki mentalitetin suedeze, ama kulturën kosovare, se nas kishe mujt kur me bo qashtot. Jo, as që më kishë rënë men, as që kisha dit me bo ashtu. Ekonomia jam është ekonomia jote. Edhe ma mërë mendja që kur përlohën njerës për pare, atare është e shkatron krejt relationship overall, se parja e ndikon njerin shumë, edhe të merë. Unë se ti qa ti kontribon për familje. Normal. Edhe që tu është dalimi ma i madhë, do me thonë, kultura në Suedi është shumë individi, edhe në martes, për shembull, une qka du, paret e mija, rroga jem, qysh ma mërmenja mu, ti tash keme kontribu me 30% për ushqimin që e hajnë atë tanë, ti keme kontribu me që ka shumë % për me pagu për shembull shpenzimet mujor, ose për naft, ose ku ta dion, ndërsa në Kosovë këto sene nuk diskutohen, se ato është familja në qendër. Po, normal. Edhe me siguri ma mërmenja që kjo është temë që mundum edhe me vazhdu me diskutu edhe në për tjera raste, epizoda. Po, se koha shkoj shumë shpejt. Shumë shpejt na shkoj koha. Ama më do tema interesante, edhe sot në shkoj shumë shpejt, ama shumë tema interesante. Ka gjëra shumë me folë edhe për qëta diskutime. Ama, s'po di tash për tjetër herë ndoshta hina pak ma shumë të fellit, pak ma chill, pak ma serioz, ama që shumë të këtë muë, na ka shku edhe kjo dita shumë mirë, edhe apelojna këtu, ape vazhdojna edhe disa minuta. E lojna këtu edhe mandej e vizatojna, deshta me thonë, e vazhdojna. Edhe shumë tjera minuta herën tjetër. Se për një edhe vetën tash kena punu të handitën, kryt pak lodhje, a rutina suedis. Rutina suedis, po na thira alarmi me shkojnë qumë. Nese në 6 ora në mëngjes, dush me qenë gati. Oh my god. Që shtu pra, shumë faleminderit për ndëgjuesët e sot, edhe shihemi javën tjetër, zakonisht në njëjtën kohë, edhe njemi, apo? Po. Super, Brani, ciao!